Nuk ishtë që njofit në forcat tona të armatosme. Edhe nuk janë fakit. Edhe janë shumë të rregullueshme. Kene edhe këtë shkollën e Rocit. Ne kemi bërë shumë në termë historik të neve. Dhe në një moment ku nga dalë vizitë historike, për arsye që është në kohën ku ne gjithmonë kanë qenë që t'jemi afër komuniteteve, t'jemi pranë faleminderishëm. Dhe kjo ne na gëzon shumë. Mi po na obligon jashtë në TV që edhe ju keni punuar. Shtabet përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, General Bazo, patëm mundësi të bisedojmë për projektet tona të përbashkëta. Në të ardhmen që ne kemi nevojë shumë për arsye që objektivi joni kryesor është që forcat e armatosura në të ardhmen të jenë edhe pjesë e familjes të NATO-s dhe siç e dini edhe jo, forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë janë anëtarë të NATO-s dhe kjo neve do të na shërbej që me eksperiencën e tyre ne ta kalojmë atë rrugë sa më shpejt që është e mundur dhe të vijmë aty ku kemi qëllimin kryesor. Jam tepër i gëzuar sepse u ndodha në këtë vizitë në një moment tepër të rëndësishëm, tepër interesant, sfidues dhe tepër shpresdhënës në historinë e zhvillimit të forcave të sigurisë Kosovës. Ndodhemi para një momenti të rëndësishëm që hap shpresë, sikundër e thash, hap një rrugtim të ri për rritjen e kapaciteteve dhe rritjen e bashkëpunimit dy palësh me vende si Shqipëria dhe të tjera. Nga pikpamja e NATO-s, sikundër e dini, për të arritur deri këtu, ishte dhe NATO që ka dhënë një farë bekimi në thonjza, duke i njohur dhe identifikuar arritjen nga FSK-ja të fazës që quhet FOC, ose Full Operation Capability. Do të thotë operacionalitetin e plot si forcë e sigurisë Kosovës, çka më besoni është një arritje dhe është një njohje e lavdërueshme që do ta kishin zili dhe vende dhe ushtri të tjera.